Ulqini është një nga destinacionet më tërheqëse turistike në Malin e Zi, i njohur për bukurinë e tij natyrore, plazhet mërartar dhe ujërat kristal të pastërta. Plazhet dhe bregdeti i Ulqinit janë atraksioni kryesor për vizitorët. Turizmi në këtë vend ka qenë gjithmonë një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale, fal natyrës së tij të mrekullueshme, plazheve të bukura dhe diversitetit të pasur kulturor. Gjatë intervistës me Muni Babazin, diskutuan për zhvillimin e turizmit në Ulqin dhe mundësitë që ofron ky qytet për vizitorët. Ai theksoi rëndësinë e plazheve të mrekullueshme dhe bukurive natyrore që Ulqini ofron. Sipas tij, një nga përfitimet më të mëdha për këtë vend është mikpritja dhe diversiteti kulturor, që duhet ta bëjë këtë qytet të veçantë dhe tërheqës për të gjithë ata që kërkojnë një eksperiencë autentike dhe të paharrueshme. Përshëndetje nderuar Emune, sa kohë keni që merreni, që prisni turistë nga vende të ndryshme dhe si nisi ky aktivitet që të merreni me këtë sektor, le të themi? Tani unë ka kohë që merremi me çështje turistike. Do të thënë çështjet e zhvillimit jon turistik ka kohë që merremi. Normalisht edhe familjarët e mi kanë filluar edhe më herët se unë, por normalisht gjithmonë ajo ka qenë një kohë turistike pak më ndryshe në një këtë vend ku jemi sot. Por normalisht unë në vitin 88 bashkë me familjen, gjithsesi për shortin, kemi hapur restoranin ton, i quajtur Bonita, dhe normalisht edhe apartamentet ku jemi sot janë apartamentet me emrin Bonita. Dhe aty kemi fillu me familjen, me gruan, me bashorten, gradualisht mandena edhe fëmijët janë rritë dhe kemi fillu gjithë bashku të kultivojmë një jetë gastronomike të Ulqinit, gjithsesi të biznesit tonë. Normalisht gjithmonë jemi mundu qysh në restoran, ashtu edhe në shtëpi që punën tonë të bëjmë sa më profesionale. Mundohemi që t'i presim mysafir sa më mirë, të dalin sa më shumë të kënaqur prej nesh. Normalisht duke u përkushtu jashtëzakonisht shumë atyre pastërtisë, kvalitetit dhe çdo gjë. Pra ne jemi motit këto tani, pra qysh me 88 kemi filluar restoran dhe mandena kemi filluar shtëpi. Shtëpinë e kemi adaptuar në vitin 2007 dhe jemi sot këtu ku jemi. I cekët dhe njerëzit që ju vizitojnë shpeshher, çfarë grup mosha ju vizitojnë më tepër, edhe a ka më shumë familjar, a ka më shumë ashtu organizata grupesh, apo edhe ndërta dhe çifte? Tani disi në shtëpi, na kena shtëpinë të ketë rreth 60 shtretësh dhe kemi pas raste që të akomodojmë çdo lloj mysafiri. Domethënë edhe mysafirët e grupeve që kanë qenë në një autobus për 55-6. Ata mas shumë ditë kanë qenë mysafirë të huj, hungarez, rumun, polak, të cilën vizitat e tyre kanë qenë, pra moshat e tyre kanë qenë gjithçfarë aty më. Madje ne jemi në një vend turistik i cili nuk ka mosh, nuk ka kufizim me moshësh. Ishte një vend i cili mundet të adaptojnë çdo moshë. Ka vend për të rritur, ka vend për të moshur, ka vend për të ri, sepse Ulqini ofron çdo kvalitet dhe çdo ofertë e çdo moshave. Kur them çdo moshave, në rastet tuana në pika të shkurta, pra zalli jon apo rana jon, po shoqërisht për njerëz moshur, të cilën pa thomi kanë dhe një far defekti reumatik ose çka po di unë, jemi një ndër plazhat më të njoftuna me ranën e saj të shkëlqyeshme. Në rastet tona për shembull, ku di unë, moshave pak më të mesme, kemi plazhet për shembull ku janë gurore apo plazhet për shembull Higo, restorane të lloj-llojshme, s'po i përmendim, por kemi plazhe jashtëzakonisht shumë të mëdha. Normalisht plazhet tona janë shumë të begatshme, sepse kemi plazhin e Grave, ku është jashtëzakonisht shumë e frekuentuar. Kemi plazhin e madh. Domethënë Ulqini në rast se them nganjëherë nuk ishte popullizum apo nuk ka ndonjë resort të madh, nuk ka ndonjë hotele të mëdha ose nuk ka kështu. Na për plazhet kemi plazhet më të bukura për çdo mosh, për çdo rini, ashtu që në Ulqin vijnë çdo mosh. Normalisht janë periudha, domethënë për shembull maji, qershori, kurriku, janë periudhat si kur janë gjithsekush dhe kush e shin gjithsekush vendin e vet. I përmendëm grup mosha të ndryshme, por të ndalemi pak edhe tek popujt. Çfarë popujsh e vizitojnë më tepër këtë vend? Adesi deri me vitet 90-91 ne kemi pas mysafirin më autokton, ose mysafirin i cili
e ka vizituar Çinin, ka qenë mysafir i Gjerman, por me rastin e 91-shit dhe momentin që u ban luftat ballkanike këtu në rajonin tonë, normalisht që atje janë të gjithë mysafirët e huaj pothuajse janë tërhekur dhe gjithmonë në qenë qysh me 91-shin. Megjithëse kanë qenë më përpara, por domenimi prej 91-shit deri më sot ish mysafir i kosovar. Normalisht mysafirin kosovar e presim jashtëzakonisht shumë mirë, mandej që e gjin vetin jashtëzakonisht shumë mirë. Nuk ka mendoj kosovar që nuk e ka vizituar Çinin, qoftë edhe një ditë, qoftë edhe 2 ditë. Normalisht këtu janë bërë edhe dashuri të lloj-llojshme, janë bërë edhe martesa të lloj-llojshme. Që di, më duket se edhe kosovarët kanë marrë diçka prej nesh që i përket gastronomisë, has, ushqimit, se unë kam pas raste mu ballafaqu me ta në fillim ku ka qenë jashtëzakonisht shumë vështirë t'i adaptom me ushqimin ton, me kuzhinën ton, por gradualisht e kemi mësu se si dhe çka ishte më autoktone e vendit tonë, se çka mundet më ushqy. Pra, marrëdhëniet e jona me Kosovën kanë shku njëjtë gjata që po di unë edhe vazhdojnë pa tjetër, pra martohen, kemi fillu me pi çajin e tyre siç e pi ato dhe kështu me radhë. Pra, mysafiri i cili dominon në Çinë është mysafiri kosovar, është gjithmonë i mirëseardhur, gjithmonë i mikpritur, shtëpia e tij e dytë. Normalisht kemi edhe mysafir të tjerë, momentalisht janë mysafir të rumon, janë mysafir të hungarez, polak, normalisht ka edhe din gjerman taktuk, vjen dikush e kështu me radhë. Por gjithsesi shumicën e rasteve është kosovari. Mysafiri kosovar është më i dominueshmi në vendin tonë. Ju jeni ndër ata që keni përvojë shumë vjeçare. Desha të di si është përvoja me mysafirët, me turistët shqiptar, edhe me ata që janë më të largët, le të themi, me që kanë edhe një gjuhë tjetër. Si dallon përvoja juaj me ta? A di si na në rast se kemi thënë që deri me 91-shin për shembull kemi qenë njerëz të cilën kemi pas mysafirin gjerman dhe nuk mendoj se s'ka pas fëmijë ose familje të cilën nuk e ka njohur gjuhën gjermane. Tani jemi në një kohë tjetër, normalisht sot dhe dominon diçka tjetër që në atë periudhën tonë dhe atë moshën tonë nuk ka qenë. Sot nuk ka kush që nuk e mëson gjuhën angleze. Do të gjithë fëmijët tonë të rit janë njohësat e mirë e gjuhës angleze, sepse ka dalë edhe çështjet elektronike, çështjet e internetit dhe shumë rezervime pothuajse bëhen për bookingje ose bëhen direkt në Instagram dhe aty është e nevojshme gjuha gjermane, gjuha angleze. Por aty si na jemi julqinak dhe ne kemi rrit gjuhën tonë shqipe. Kemi rrit shumë mirë, komunikimi jonë me gjuhën shqipe dhe me gjithë mysafirët që i përket gjuhës shqipe dhe kosovarëve konkretisht qofshin ata të Shqipërisë, Maqedonisë, ashtu me radhë nuk ka asnjë fat problemit. Pra mundohemi që të kemi një lami gjuhëve, por gjithmonë gjuha shqipe dominon këna. Ajo është dominues. Na trego pak edhe për disa nga sfidat që i përballoni gjatë sezonit turistik me turistë të ndryshëm. Tani në rast se ka sfida që dypena mu ballafaqu me mysafirë, unë mendoj që më shumë kemi sfida që dypena mu ballafaqu me institucione për mikpritjen dhe pritjen e mysafirëve. Mysafiri kena gjithmonë ka të drejtë, sepse ishte ai i cili gjithmonë ishte në drejtë. Sfidat kena janë të lloj-llojshme, sepse përgatitjet e sezonit turistik kena nuk janë të kollajshme institucionalisht, e kam fjalën. Sepse gjithmonë ka vështirësina, si me kemi pas pak vështirësina rrugave, por aty si unë mendoj se ulçinakt edhe të gjithë njerëzit të cilët kultivojnë turizmin në Çinë, ose janë një kuqirët e tyne, janë qirazdanës e tyre, apo janë hotelerit e tyne, janë ata të cilët janë ambasador të turizmit të vendit. Ata janë që e majnë turizmin, ata janë që e pastrojnë, që e vëndojnë, që e shikojnë. Normalisht institucionet tona bajnë punën e vetë. Normalisht edhe aj sa munden, mundohen edhe ata bëla me të vetën se sa munden, aja dalin ose dalin, edhe e shpik pyetje ka njerë. Ati si, une gjithmonë ja kam frikën sezonit turistike, sinqerisht më dha. Ja kam frikën sepse
e shikoj pak më zhërë, shikoj pak më hapësin. Për shembull, ku di unë, janë bërë investire shumë të mëdha në Shqipëri. Janë bërë konkurenca e jonë në ishtë bërë shumë e fortë, shumë e madhe. Janë bërë resortet papa me çmime dhe kosto, ka njerën tulta, dhe gjithmonë unë kur bisedoj nga njëra me institucionet dhe veçi na kam pas turiste, unë gjithmonë i them, ai i gatshëm ti prishti mysafir. Dhe sa i gatshëm ti prishti mysafir. Sepse në rast se për shembull maj kemi qenë të dopt ose kemi qenë pa përgatitur dhe mysafiri jon nuk ka çu një signal të bukur, për shembull si Ulqini ju ishi pastër, sepse kemi pas probleme me plazhe, kemi pas probleme plazhet tona nuk janë fshime kohë sepse s'kan pas pronar të tyne. Shteti ka pas probleme dhe kena pas probleme të ankohën me institucionet për punë që i ka dasht marrë dikush tjetër edhe me na i marrë plazhet, për shembull kemi pas një aferë zakonisht shumë të madhe me disa investitor të cilët për mendimin tim nga njëra edhe janë të nevojshme që të jenë investitor, por rruga bela se si zgjedh janë investitorët vinë ka qenë i gabueshëm. Pra, gjithmonë e kam frikën sepse mendoj që jemi të përgatitur, por gjithmonë metën e rezerva. A ishte mjaftueshme kjo përgatitje jonë? A ishte mjaftueshme kjo përgatitje? A di si ish një kohë shumë e shkurtë. Dhe në këta 2 muaj e shkurta ose 2 muaj e gjys jemi të gjithë gatshëm që me sakrifuar çka sepse libet mi mbledh dhe mi konsumu ato mjete që libena mi halxhu 10 muaj. Dhe këtu mendina nganjëherë nuk ka kontroll. Në fluksin shumë të madh, jo hypin çmimet shumë, jo adin do në mu grabit se si marr deri ke parja. Shumë shkurt, por adin se këtu ka njëran kam frikë në aspektin që frikë, mos e kuptoj frikë sepse Perëndia e da këtë vend, Zoti e bekon këtë qytet. Edhe nuk e le kur pa riskun e vet, po ka njëran edhe risku do të mja ba iradetin, do të mja ba punën, do të mja ba bikëshyrjen, do të mja ba menaxhimin, do të mja ba pastërtin, do të mja ba misardhjen. Ka njëran jam shumë nervoz për shembull se ku diun dënimet, parkiqet e ashtu pauku vjen e merr. Atë jam ka njëran më shumë për preventiv. Ju lipeni vetëm me shku me pa në Shqipni se sa preventive madhe ish për mysafirin e huaj dhe target e huaja që mos të preken, ka pastaj një policë që e kemi më urdhër që as si mysafir të huaj, të cilën ka target huaja mos mi prek. Mi këshilloj, ju lutem, nuk jeni mirë, shkoni aty, mos e dëno. Ka shumë gjëra të cilën mundemi dhe ballafaqohemi, por kjo jemi, ky është realiteti jonë. Ne nuk mund të ndrojmë as udhëheqësit, nuk mund të ndrojmë as njerëzit. Fati jonë ishin ata që na udhëheqin, nuk kemi çka të bëjmë, nuk mund t'i zgjedhim, apo në rast se mund t'i zgjedhim gjithmonë politikisht ishte e punë. Dhe aty si dikush bëla kur nuk ballafaqohet me këtë ka shumë kalli. Edhe shikën atë pikpamjen e tij e përzyres edhe thotë kështu është. Mirë, po në terren ajo nuk është ashtu. Më vjen shumë keq që nganjëra nuk dalin me bisedu me popull, me bisedu me njerëz, cilat janë sfidat që po mpyetni ju mua, cilat janë problematikat, se çka të mund zgjedhim. Unë nuk mendoj që duhet me batesh në këto ku diun. Ja, jemi në një pozicion ku kemi pas 2 hotele, dhe një vend ku kanë qenë e begatuar me hotele, kanë qenë bamë edhe s'kena fat me pas hotele, s'kena fat me pas hotele. Çka kishim me pas unë për shembull dobi për një hoteli të mirë, gjithmonë afër të mirë dhe i mirë edhe ti. Se ai mushet, nëse vjen këtej dhe kështu me radhë. Se kur sulen me bisedu, në rast se s'kemi hotel, hajt ta kadisimi këtë që kemi. Hajt një këtë nuse që ish pak e moshme, ta shminkom, ta kadisim të vëndon dhe të bat një nuse e bukur. Por, që me ba, ky është fati jonë, ky është risku jonë. Ne po ecim, po vazhdojmë, po punojmë ishtu si mundin, sa mundin, me familjar tonë, si po ja dalim, të kja dalim, mësi, që të bëjnë zotë të risk. I përmendëm institucionet e ndryshme dhe i përmendëm edhe po ashtu konkurencën. Ndërto dhe cekët dhe kostot që ka Shqipëria për shembull në për hotelerit, a mendojnë që edhe në Bregdetin e Ulqinit po ndikon ekonomia në turizëm, po ndikon kjo ngritje e çmimeve? Shisho, a di më tregu diçka, unë nuk mendoj se ne i kemi ngritur çmimin. Përkundër. Çmimet e lejona hotelerike, që për këtë akomodimit fjetjeve, fjetjes me mëngjes, krevetit, shtratit, unë mendoj se ai është më i liri në rajon. Po në restorante? Shisho, a di si, unë e them nganjëherë që restorani është diçka luks. Ja ashtu siç i shtëpia luks. Kuptohemi, nuk mundën ana tash
mi ba një plazhën e Dolcinios për shembull, i cili ka servisin më të mirë, ku diune me një plazh i cili ishte për shembull shumë i thjeshtë. Normalisht që aty e min vetin dhe ty rrashe ke shefe pagon. Varësisht për moshës dhe shishoni që se këtë botë ishte jo. Ai që ka parë më shumë, ka parë më shumë, që ka parë më pak, ka më parë. Por Ulqini ishte një vend që mundet mi adaptu, thamë edhe më përpara të gjitha strukturat, të gjitha paralelet të që njerëz kanë ashtu. Por ju siguroj sot para të gjithë opinionit që çmimet në Ulqin nuk janë ngritur në shke përket akomodimit hiç. Tani a ka qenë një euro gjysë kolloria i shban 1.70. A ka qenë një kafe 1.20 i ban 1.50, edhe jo më vare se ko e pe. Gjithse këtë ish bote jo. Në për rivat për pare, për shembull, ke kafen për shembull që jepi 5 euro, ke kafen që jepi 3 euro. Do thënë, unë nuk e mendoj si çmimet në Ulqin janë hyp. Pa marrë parasysh që dikush thotë, unë mendoj që çmimet kanë mend njëjta. Thash më përpara, ka momente që do na mi grabit një ata një muaj që në një muaj që gjiste. Në një moment për shembull 5% ose 10% ngritën çmimet. Po çmimet absolutisht nuk janë ngritur në Ulqin. Na kena çmimin ala e të vjeshmet për vjeshmet për gjithë vjet njësej. Për shembull ka hyrë inflacioni, na janë ngrit gjërat, na janë bën grane, na gjërat nuk kanë. Ne na janë ngrit për shembull fuqia punëtore jashtë shumë. Ne na ish bë fuqia punëtore si kur pa parë ndonjëherë. Qysh me pastruese, qysh me kuzhinierë, qysh me kamarierë, na i çu çdo gjë dhe na rastin ato atëherë në po them atij si pa i çaj edhe unë gjërat, por ju siguroj që nuk i kemi çu. Çmimet janë në Ulqin gjithmonë në nivel. Ka mundësi momentalisht janë çu pak këta sharllonet e çadrat e kështu, por edhe ajo ishte një ashtu. Shishoni, pra po ju them, Ulqini është një vend dhe një destinacion i cili mundesh me zgjedh çat dush, mundesh me kalu lirë, mundesh me kalu edhe shtrim. Dikush do mi pagu krevetin shtrim, shkanagjin ku ishte luksi më i mirë. Hoteli me 5 yje, apartamente me 5 yje, me jacuzzi not, një ashtu e duhen. Dhe ai mund të më thanë se sa shtim që ka Ulqini. Pas mund shtim ashtu Ulqini sepse ke 10 euro, ke 15, ke 20, ke 100, ke 150. Varësisht se sa i ke mundësi ti. Mbas mundësitë jota ti. Ju si posedues që i mbani apartmanet, na tregoni pak çfarë përfshini në akomodimin e një turisti shumë. Ati si na kena bamun 20 njësi, çdo njësi e jonë ishte pajisun me, pra na kemi dhomat si e thom dyshe për 2 persona, kemi për 3 persona dhe për 4 persona. Çdo dhomë kena ka nga një kuzhinë të vogël, çdo dhomë kena ka banjun e vet, klimatizuar. Në çdo dhomën tonë hyn pastrueset ku fshihet për çdo ditë dhoma, pavlijat, peshkirat, kështu me radhë. Pra kish një standard i joni që ne tash 15 vjet e kemi në shtëpinë tonë, pra pa thëmë në ta periudat 15 vjeçare, gjithmonë çmimet kanë mbetë po të njëjta. Normalisht kemi edhe restoranin ku japim mëngjesin në tuelinë suedeze, punoj me gru me djemtë e mi, që si njënin, se njënin e kam për jashtë, në Zvicër, tjetrin e kam këtu, ashtu që të gjithë bashkut punom, kënaqur jemi, lodhemi, punom, por mas çdo pune dhe mas çdo suksesi të rri një bashkëshorte e suksesshme, të cilën ajo bela gjithmonë gratë janë disi një farë shtylla e jetës, shtylla e biznisit, e jetës tonë, çdo gjë, ashtu që kam pas fatësi, kam pas një grua shumë të mrekullueshme në aspektin punës, rangës, bashkimit, sepse në rast nuk ke një komunikim familjarisht gjithë bashku, se si t'ja bam, atje në tjera edhe sukseset janë zoshme, por kur jemi gjithë bashkë atjera, normalisht jeta ka sfida, pa diskutime, ka tramalina, ka trapërshtina e jetës vetë, por ne thëmë nga njerë Ulqinaki që shnetë të qoftë dhe çdo gjë do të kryhet mirë. Sa i përket muajve sezonal, themi, muajve veror, cili është ai muaj që ka më shumë fluks, është më i vrullshëm nga popujt? Ati si në apartamentet tona në punon pothuajse gjithë vitin. Ne kemi të bamur në atë aspektin sepse ishte dhe ngrohtë dhe gjardimit, pra ambienti ishte i bamur në qishoj, si ka ngrohje dhe mundet të funksionojë edhe gjardimit. Meqense ai ishte pak, ishte shumë e rrallë dhe nuk ekziston. Normalisht ne fillon qysh në prill, normalisht fluksi fillon në maj, janë ata majfestat që fillon dhe normalisht gjithmonë aty ka një periudhë dhe muji 5, muji majt ishte muji që punon, taktuk si thomë ne, dhe kështu. Normalisht muji 6 ishte muji i cili
po ashtu ish i qetë, nuk ish fakt një fluks, por fillon gradualisht të ngrisë. Por ishte një farë vikend turisti i cili vjen për vikende, 2 ditore, 3 ditore, 4 ditore. Këtë them gjithmonë për ata mysafir që janë kosovar. Mysafir kosovar vinë në këtë formë. Mysafir tjerë që i kemi për shembull janë 7 ditore, 8 ditore, 9 ditore. Dhe ai fluksi më i madh, fluksi më të madh që vjen ish muji 7 dhe muji 8. Domethënë muji korrekt, muji gusht janë 2 periudhat e mujnave që janë flukset më të mëdhenj. Normalisht Ulqini ish hap, Ulqini ish bashkë shumë i madh dhe ka fluks gjithsesi, domethënë prej plazhës madhe, prej lumi Buna, domethënë Ulqini ish jezuin shumë i madh, shumë banesa, shumë shtypiza. Tani bëmë pyet për punën e banesave nga njerën nesi apartamente bela dhe ja kena pa sherrin pak banesave, se ai mysafir që ka fjet këun ka ble banesën e vet dhe ma nuk ishte ma problem bela na janë bata gjana sepse kishte ardha dhe bari për shembull nda kishte bën një resor. Dhe atë nuk e kena diskutuar asnjëherë. Por na ish duka bari që ishte bëjnë problem, por kemi shumë ndërtesa. Normalisht Ulqini zhvillohet në atë formë, nuk mund ta ndalim atë, por se nihet. Asi në Kosovar ish lip markën me fjeta i shkon ka banesën e vet sot. Por këto janë periudha të cilët punohet, normalisht ka dhe momentin e shtatorit pak, por me tetor mbyllet gjithçka. Ne veç se po thuaj se u drejtuam tek fundi i intervistës, desha të pyes tek pikpamja juaj, nga pikpamja juaj si e shihni të ardhmen në Ulqin qoftë ajo për 5 ose qoftë ajo dhe për 10 vite të ardhshme. A di si unë për zotin nuk mund kur gjam me para pa. Ulqini dhe vendi ku jeton momentalisht ishin kohë ku shumë zonë mundesh me para pa diçka. Çdo gjë turizmi është një degë shumë e ndihshme. Degë e cila nuk e di. Kemi pas luftat e 91-shit, kemi pas luftat e 99-s në aspektin kosovar dhe ku diun. Ish punu diçka, ka qenë koha e koronës. Nga zoni shumë e zorshme. Turizmi ishte një kohë e cila do një qetësi, do një rahatlëk, do një reoni me qenë mirë, do një gjithsesi dhe gjamë me qenë rahat, sepse na presim ata me qenë rahat, se ata marë për pushu këna. Sa jemi rahat momentalisht, jemi deri tiko, por sa do t'jemi ma vonë rahat, për zotin nuk e di. Sepse po shifni edhe vetë se çanollën, po shifni edhe vetë se çka adin ka njëra më nomë se ish lartë, ashtu thamë edhe për koronën, ishte atje në Kinë, kur vakti në ardhë dera shtëpisë. Ashtu që edhe këta luftat inshallah kalon me hajër, inshallah ndërpriten, sepse na janë bashkë shumë të rrezikshme, na janë bashkë shumë afër, na janë bën me një erë që ku diunë me gjithë farë fjalë, unë e di se belen të lufta janë biznes për t'i kënd, por se mund me qenë shumë problematike edhe për ne. Por çka ka me qenë, inshallah kemi shnetën, inshallah kemi dashurinë një me tjetrit, kjo na mungon, një dashuri dhe një respekt në me tjetrit, kjo na mungon. Jemi në një periudhë ku mendoj se për çdo ditë vdekën dashuria nërmet nesh, vdekën respektin nërmet nesh, ka me gjithsesi gjanë syt dinarit, ka me gjithsesi gjanë fluks pareve, për para ka qenë bëla dhe shumë a pak, kemi pas edhe shumë a pak, po më duke se kemi pas dashuri shumë atë madhe. Nuk e di, nuk jam i kënaqur me këtë, t'ju them shumë të drejtë, unë jam një personazh artistik i cili në jetën time kultivom artin, kultivom kulturën, jam drejtori i teatrit të Uta, bëj programe artistike, jam me shumë menaxhim që ku di unë të udhëheqim pak edhe gjatë verës dhe një aktivitet kulturor, qofshin ata dhe një folklor, do një ensemble, do një... Por, që them të drejtën, jam shumë pak i kënaqur me dashuri, jam shumë pak i kënaqur me respekt, jam shumë adin si kameta ja që të mëllë dhe në shpis, kameta ja adin vetën në rast se bje din gjatë që je i smur atjera adin gjithë qomi, hajti, por bela dhe ishtë marimi asaj, sepse unë edhe vdeka. Por, inshallah bat ma mirë, nuk e di, unë nuk jam personazh i cili e kultivoj jetën vetëm që ka të mëllë dhe në shpis. Unë jam i gjanë, jam i mafë në aspektin atin e mi ashtu, atin jam i kultivum ashtu, nuk mundet mu jetu vetëm. Njerëzit edhe gabojnë, pa diskutim. Njerëzit edhe
Atin ka njëra në kapën e bela për një fjalë të vocës me dikend edhe kur ma nuk flasin. Bela ishi veti e tisht. Por gabohet. Ku ishte ajo falja, ku ishte ajo, atin nuk ish kalaj, por nga që shtojit jemi bërë. Dhe kishna pas shefja zakonisht shumë në rast se vim që të dhronë për të mirë, që ta dum njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, ta kultivojmë njëri tjetrin, nuk e di. Kështu e mendoj edhe edhe për fund në rast se duhet mi ba një apel ulçinakëve që të kejnë sabrin, të kejnë qetësinë, sepse e di që nuk ishte kallajshme 2 muaj, ish një luftë në vetvedi ku njerëz por çka do që ishe shkrume do të bahet iradetin punës do të mja ba, patjetër që do të me punu, por i dëshiroj zakonisht shumë suksese në punën e tyne, në sezonin e marë. Ka njëherë duhet me qenë i kënaqur edhe ma të çake, atë ka njëherë nuk lypet mendjen të shiku çfarë bën ai, kush ishte ai, ku rritaj, ku rritaj. Punë e madhe. Një të për dikën tjetër le të themi. Absolutisht. Ti je i kënaqur me atë çake ti. Ai ishte jotja, ky është risku jot. Falenderoj Zotin për një atë çake. Për tjera gjërat punë e madhe. Atë mos mendoni, atë si jeta, mos mendoni se edhe ai që ka shumë s'ka problemet e veta, normalisht i ka. Veshnina na duket si s'ka, ka probleme. Çdo njeri ka problemet e vet. Por problemet ka njëherë, unë tham, zgjidhen edhe së bashku. Zgjidhen edhe, ku diun, mos tam familjarisht më përpara. Hajse, atin ka njëherë për kerahja e problemit i shumë e rëndësishme. Hajse ja del, hajse Zoti ta prind të marrë. Kjo na mungon. Unë tash pyetja e fundit, por kur e përmendet artin nuk më lën kurreshtja me ik. Sa e ndërlidhni artin me jetën e përditshme tuajën, le të themi, edhe me turistët? Shisho, arti është pjesë e jetës time. Andin dhe unë jetoj për atë punë. Sepse kam një ekip shumë bukur, kam një grup shumë shkëlqyshëm, punom, njëjtë normalisht sa mundena, kemi ba disa shfaqje teatrale, kemi ba disa spektakle shumë bukur. Kemi ba në Kosovë vjetë, faleminderit Kosovë, një manifestim dhe një spektakl. Shisho, unë mundohem njëjtë sa mundem ta paraqes kulturën tonë, ta prezentoj ushqimin tonë, ta prezentoj gastronomin tonë, veshjet tona kombëtare. Njëjtë sa kam mundësitë e mia. Normalisht unë nuk jam institucion, në aspektin e institucioneve që për shembull mu dikush më pagon, por përkundrazi unë punoj vetë, timin e kam gjithmonë me një honorare shumë thjeshta, shumë gjëra, por arti dhe unë kudo që kam shku, më duket se kam prezantuar qimin për ashtu si kam pas qef. Normalisht nuk e paraqes me problemet e saj që ka, por e paraqes gjithmonë me bukuritë e saj që ka. Dhe ajo man sepse zhvillohem ashtu, por a kishte me mujt ma, për shembull, sepse unë disesi jetën kulturore kam dhënë 2 pjesë, atë sezonale për turist dhe gjatë sezonit dhe pjesën tjetër ishte për shembull për ne ulçinakët edhe gjatë dimit dhe çdo më radh. Atë gjatë dimit ku unë kam kohën e lirë, unë e bëj, por atë pjesën sezonale nuk mund ta bëj. Sepse jemi gjithë të zanun, jemi gjithë në një fluks pune. Dhe këtu më ndoj ka njëherë lypet forcë institucionale që mu me ndërhy ata që marrin rrogët për këtë punë, ata që janë të bagumën për këtë punë. Por diku edhe ata binë në një pushim se në rast se qet fjalën shqetësimin më të madh e kam ke institucionet vetëm për ata njerëz që marrin rrogët dhe shpunojnë shkruan. Këtë e kam jashtëzakonisht shumë. Kena ekziston ajo. Kena ishte shumë ashtu e imponuar sepse janë siguruar me disa vota ku më ti mu votat me metodën e pushtet, edhe të është një tujena, adin dhe kja ishte fatkesi shumë madhe. Dhe kja ishte ajo që unë e tham më përpara dhe që e kam përsërit, që kjo ishte e dashuria, që ti s'ke ndaj kërkuj, por ndaj vetë Ta kesh mirë te, ti e shmirë më napin votën mu, futen punë s'punen kur gjandun, ja punë e madhe rrogën e merë. Nuk di a mundet dhe ketë me shku mu punu, di ketë mu punësu, e mës me punu me marrë rrogën. A ka dhe ketë në rruzullin toksor. Por këtu ekziston. Pra këtu ekziston shumë, këtu ekziston pa mas, tesh marrin tanë pushimet verore. Unë njerëzve kur pushim veror s'kish mina, sepse në verë duhet me qenë stand-by. Në verë një të 2 muaj duhet me qenë tanë në momentin e fluksit sezonit turistik. Pa marrë parasysh se ku ishte. Komunin e kishe qilë. Mira se ka dikush marrë, dikush e më thanë, shikam, kam një problem, kam një gjak, kam një ba. Parafraze. Por se përjetën gjithse kush është.
e përjeton gjithsesi t'je miron, të marron, t'je maraton dhe kështu me radhë. Ata janë njerëz të vojshëm, ta dini mirë. Ata munden me shku një periudhë, munden me kalu edhe 2 periudha, munden me ecë, asnjë farë problemi s'kan, për një ditë kanë me ra. Kurse ai që e ka në jetën e mirë, që e dan këtë vend, që e ka të jetën e mirë, që kontribon për këtë vend, ai s'vdekën kurrë. Unë e kam babën i cili ka qenë, babam ka ndru jetë, dhe babem ka qenë artist jashtë shujma, ka kultivu dashmërullëqinit, ka qenë personazhi i cili ka japë për këtë vend, e ka tregu dashmërullëqinit me tanë vlerët e saja, dhe institucionalisht shumë pak ka qenë në rumur për institucioneve, por jam i kënaqur sepse kur nuk vdekën, kur nuk e harrën kërkosh, edhe gjithsekush thot mirëmbrëma Recep. Ashtu edhe juve të gjithëve, po ju them mirëmbrëma Teuta. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën i nderuar të ishit sot me ne. Përfundimisht, Ulqini ofron një përvojë të paharrueshme për turistët, duke bashkuar natyrën, historinë dhe kulturën në një destinacion të shkëlqyer. Ky qytet është një vend ku mund të shijoni një pushim relaksues, të shijoni ushqime të shijshme dhe të eksploroni një histori të bukur dhe një pasuri natyrore të mrekullueshme.